kemi një realitet të dëmshëm. Edhe aferat e hapura korruptive, sot shumë biznese po mbyllën apo po ikën jashtë Kosove. Sot jam para jush si deputet i Partisë Demokratike për të ngritur shqetësimin për sektorin energjetik, sektori më kritik për mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Brenda vetëm një mandati të qeverisës, qytetarët e Kosovës janë përballur për herë të tretë me rritjet e çmimeve të energjisë elektrike. Kjo rritje nuk është vetëm e pajustifikueshme, ajo është selektive dhe diskriminuese, sepse godet drejt për drejt konsumatorët shqiptar, ndërkohë që retorika e dikurshme opozitare e kësaj qeverie pretendonte ulje drastike të çmimeve, rikthim të kontrollit publik e shumë çka tjetër. Por çfarë kemi sot? Kemi një realitet të dëmshëm, ku në vend të kontrollit publik kemi fitime të garantuara për kompanitë private KEC, KESCO, NOA dhe GEN, ndërsa qytetari zakonshëm paguan të gjitha këto fatura. Qeveria në vend që të mbrojë interesin publik është kthyer në lobus dhe në mbështetës të favoreve korruptive të këtyre kompanive. Sot kemi brenda territorit të Republikës tregje energjetike mbi baza etnike. Sot kemi nepotizëm dhe skajshmërisht politizim të sektorit. Sot kemi monopolizim të 90% të importeve të energjisë nga kompania GEN dhe NOA. Sot ne importojmë energji elektrike me çmim 100% më shtrenjtë se bursat ndërkombëtare që ofrojnë në tregje. Sot bizneset pritet të dalin në tregun e lirë, kanë marrur oferta 225% më shtrenjtë se në tregjet ndërkombëtare që ofrojnë bursat. Sot shumë biznese po mbyllën apo po ikën jashtë Kosove dhe shih rastin më të freskët kur ndërprejnë punën në rasti Ferronikli dhe shumë kompani tjera të sektorit privat. Sot kemi rënje të prodhimit në mënyrë drastike në KEK e tërë politika e kësaj korporate është në favorizimin e kompanive private importuese energjetike. As kështë nuk është shpëtuar nga ky zinxhir i dështimeve. Drejtori i emëruar nga kjo qeveri është shkarkuar pas menaxhimit të dobët dhe korruptiv, ndërsa kostet e tëra të kostit i bardh mbi supe qytetari i Kosovës. Për ta përmbyllur këtë skemë të dështimit sistematik, vjen zyra rregullatorit të energjisë e cila me zell të paprecedent ka garantuar rritje të vazhdueshme të çmimeve për të favorizuar interesat e kompanive private të lartcekura, sikurse ato të ishin në sektorin publik. Zëreja jo vetëm që është e zellshme ndaj kompanive private, por është kthyer në zëdhënëse dhe barikadë mbrojtëse të qeverisë në shkurje, duke mbuluar dhe favorizuar në heshtje apo edhe aferat e hapura korruptive, siç është rasti me raportimin dhe monitorimin e zyrës rregullatorit të energjisë me rastin e Iber Lepencit, për më konkretisht shihni mbledhjen e bordit të zyrës rregullatorit të datës 5/3/2024, raporti monitorimit i cili asnjëherë nuk është bërë publik dhe nuk e kemi sot as ju e as ne. Të vetmi që kanë përfituar janë kompanitë tregtare dhe grupet klienteliste për të cilat kjo qeveri ka kujdes të veçantë përmes emërimeve dhe kontrolluara në institucionet kyçe. Këto janë organet e drejtësisë që të hetojnë thellësisht çdo segment të këtij sektori. Paralajmërojmë se me konstituimin e kuvendit të ri do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmat parlamentar për të shqyrtuar çdo veprim dhe mosveprim në menaxhimin e sektorit energjetik dhe të marrim hapat adekuat.